Për më shumë se 30 vite në ekran, Reis Qiço është një nga gazetarët më profesionistë në vend. Natyra e tij e qetë në transmetimin e lajmeve dhe momenti epik kur fus stilolapsin në xhep janë dy nga karakteristikat e gazetarit. Megjithatë, shpesh thuhet se pas çdo burri të suksesshëm qëndron gruaja e tij dhe nga ky rregull nuk bën përjashtim as Reisi. Bashkëshortja e tij ka vendosur të qëndrojë pas kamerave, por ajo gjithmonë është kujdesur për çdo dalje të tij televizive. Gruaja e gazetarit tha: "Im shoq në ekran duhet të jetë shumë i rregullt dhe për imazhin e tij kujdesem unë. Unë e ndjek deri në detaje. Kujdesem për mënyrën se si ai komportohet në ekran. Ka raste kur më duke serioz dhe kur vjen në shtëpi i them, nuk ishte fort mirë sot." Edicionet informative të Reisit i ndjek prej vitesh, qëndroi pranë ekranit deri në çastin që burri im fus stilolapsin e famshëm në xhepin e tij. Por kush është bashkëshortja e gazetarit? Edhe pse ajo është shumë e njohur në fushën e mjekësisë, ka refuzuar të jetë protagoniste. Shumë kush e njeh si Teuta Baska, mjeke e reumatologe, njëkohësisht prej shumë vitesh është edhe pedagoge në fakultetin e mjekësisë. Me një karrierë të ndritur profesionale dhe me një seri specializimesh të kryera jashtë shtetit, Teuta është një emër i njohur në fushën e mjekësisë. Ajo ka deklaruar se ka dashur të mbajë mbiemrin e vajzërisë pas martesës. Bashkëshortja e gazetarit rrjedh nga një familje intelektuale dhe ka jetuar në bllokun e udhëheqjes në kohën e komunizmit. Edhe pse pak veta e din, ajo është vajza e një personaliteti të rëndësishëm për kohën. Babai i saj ka qenë general, zëvendës ministër i mbrojtjes dhe ka mbajtur edhe titullin profesor. General Baska ka qenë një nga figurat më të njohura në ato vite. Njëkohësisht, edhe pesha e tij në ministrinë që drejtonte ishte mjaft evidente. Mbiemri Baska përkthehej pa kushte në reputacion dhe prestigj për vajzën e bllokut mjaft simpatike.